Kur isha 69 vjeç, nuk kisha më shpresa të mëdha. Jetova një jetë të gjatë plot sfida dhe sakrifica. Por kur nuk kisha menduar se do të ndodhte kjo. Unë do të ngelja 7 zën. Ishte një lajmi që më tronditi thellë dhe më mbushi me një kombinim emocionesh, frikë, dyshim, por edhe një ndjenjë të pashpjegueshme gëzimi. Mjekët që kisha takuar më parë më kishin thënë se mundësitë ishin minimale, pothuajse zero. Në moshën tuaj, kjo është e pamundur, më thanë ata. Por një ditë, një mjek i ri me emrin Deraltin më bëri një propozim që ndryshoi gjithçka. Ai ishte i njohur për metodat e tij inovative dhe për sukseset e tij të pabesueshme në raste të ngjashme, ku mjekësia tradicionale nuk jepte shpresë. U nisëm me një seri analizash të hollësishme. Çdo test, çdo ekzaminim, çdo konsult ishte një hap drejt një ëndre që më dukej e paarritshme. Ishte një proces i gjatë dhe i lodhshëm. Por Deraltin nuk më linte të humbja shpresën. Ai më shpjegonte çdo gjë në detaje, çdo mundësi, çdo rrezik dhe çdo hap që duhej të merrnim së bashku. Kur dita e parë e trajtimit erdhi, ndjeva një frikë të madhe. Trupi im ishte i lodhur, por shpirti im ishte i gatshëm. Ai më tha, ne do të bëjmë gjithçka që është e mundur, por duhet të jemi të duruar dhe të kujdesshëm. Ndërsa ndihesha e trembur, kuptova se kishte diçka të veçantë në mënyrën se si ai përqendrohej në çdo detaj, në çdo reagim të trupit tim. Ishte një qasje që shprehte përkushtim, respekt dhe besim. Ditët kaluam me kontrolle të shpeshta, injeksione hormonale dhe mbikëqyrje të vazhdueshme. Shumë herë ndjeva dëshpërim, sidomos kur rezultatet e para nuk ishin ato që prisja. Por Deraltin gjithmonë më mbante të fortë. Trupi juaj është më i fortë se ç'mendoni. Ne thjesht duhet të punojmë së bashku. Dhe pastaj, pas disa javësh të mbushura me pritje dhe tension, erdhi momenti i pabesueshëm. Testi tregoi një vit të vogël, por të qartë. Isha 7 zën. Nuk mund ta besoja. Ishte një ndjenje që nuk mund të përshkruhet me fjalë. E gjithë lodhja, frika dhe dyshimi u shkrin në një gëzim të pafund. Familja ime ishte gjithashtu e tronditur, por e lumtur. Fëmijët e mi, tashmë të rritur dhe të pavarur, filluan të qanin nga gëzimi. Ishte një çast i bukur dhe i çmendur, i mbushur me emocione të papërshkrueshme. Por gjithçka që ndodhi më mësoi një mësim të rëndësishëm. Shpresa nuk ka moshë. Mrekullit ndodhin kur beson dhe kur je i gatshëm të luftosh për to. Shtatzënia ime në moshën 69 vjeçare nuk ishte një rrugë e lehtë. Çdo ditë ishte një sfidë e re, një betejë midis frikës dhe shpresës. Trupi im ndjeu lodhje të madhe, dhimbje që nuk kisha përjetuar kurrë, dhe ndryshime hormonale që më bënin të ndihesha e humbur në disa momente. Por çdo herë që shihja Deraltin, ndjeja një siguri të pazëvendësueshme. Ai ishte gjithmonë i qetë, i përqendruar dhe i gatshëm të më udhëhiqte në çdo hap. Vizitat e rregullta në spital u bën një rutinë domosdoshme. Ekzaminime të shumta, ultratinguj, analiza të detajuara, gjithçka ishte për të siguruar që fëmia të rritej i shëndetshëm. Shumë herë frika më mbulonte. Kisha dëgjuar histori të trishta të grave që përjetonin komplikacione. Por Deraltin më qetësonte duke më thënë: trupi juaj është i fortë dhe ne jemi të kujdesshëm çdo sekond. Ndërkohë, familja ime përpiqej të më mbështeste. Fëmijët e mi shpesh më telefononin gjatë ditës për të më pyetur se si ndihesha. Ndonjëherë më sillnin ushqime të shëndetshme, ndonjëherë më shikonin thjesht për të më mbajtur shoqëri. Por kisha nevojë edhe për kohë të vetme, për të përballuar emocionet e përziera. Gëzim, frikë, habi dhe një ndjenjë të thellë mirënjohje që nuk mund ta shpreha me fjalë. Pas disa muajsh u duk qartë se gjithçka po shkonte mirë. Megjithatë, çdo kontroll më kujtonte se rreziku ishte gjithmonë i pranishëm. Një ditë, gjatë një kontrolli rutin, Deraltin më tha me seriozitet: do të kemi nevojë për kujdes të veçantë deri në fund. Çdo ditë ka rëndësi të madhe. Ndjeva një tronditje, por edhe një motivim të ri. E kuptova se çdo sakrificë, çdo vizitë, çdo dhimbje kishte një kuptim të madh. Ndërkohë, unë fillova të përgatitesha emocionalisht për ardhen e fëmijës. Lexoja libra, dëgjoja këngë të qeta, flisja me barkun time. Ishte një lidhje e pazakontë, por e fuqishme. Çdo goditje e vogël, çdo lëvizje e brendshme më mbushte me gëzim dhe më jepte forcë të vazhdoja. Një nga momentet më të vështira ishte kur mora lajmin se disa komplikacione mund të shfaqeshin papritur, për shkak të moshës sime. Ishte një ditë e gjatë, e mbushur me frikë dhe ankth, por Deraltin dhe ekipi i tij ishin aty çdo moment, duke monitoruar gjithçka dhe duke më siguruar se çdo mas ishte ndërmarrë për të mbrojtur jetën time dhe të foshnjës. Ishte një ndjenjë pazakontë të ndihesh se, edhe në sfida të mëdha, ka njerëz që punojnë pa pushim për të sjellë një mrekulli në jetë,
ditët kaluan, muajt u zhvilluan, dhe unë fillova të ndjeja një forcë të re brenda meje. Edhe pse trupi më lodhej, shpirtërisht ndihesha më i fortë se kurrë. Kisha kaluar kaq shumë për të arritur këtë pikë, dhe tani çdo moment kishte një kuptim të jashtëzakonshëm. Çdo rrahje zemre e vogël që ndjeja brenda meje ishte një kujtesë e fuqisë së jetës dhe shpresës që nuk vdes kurrë. Pas 9 muajsh të gjatë, plot sfida, lodhje dhe emocione të përziera, dita që prisja kishte mbërritur. Ishte një mëngjes i qetë, por zemra ime rrihte me një ritëm të çmendur. Dëra Altin dhe ekipi i tij ishin të përgatitur për gjithçka, por unë ndjeja një tension dhe një emocion që nuk mund ta përshkruaja me fjalë. Dita e lindjes filloi me një kombinim dhimbje dhe gëzimi. Trupi im, me gjithë moshën, po përballonte çdo moment me kurajo të jashtëzakonshme. Dhimbja ishte e madhe, por çdo frymëmarrje më sillte pranë ëndrrës që kisha ruajtur gjithë jetën. Të shihja fëmijën tim, frymëzimin e ri që do të mbushte familjen time me jetë dhe gëzim, dera. Altin qëndronte pranë meje gjatë gjithë procesit, duke më dhënë forcë dhe besim. Ai ishte qetësia ime në një stuhi emocionale. Tani çdo moment ka rëndësi. Ju jeni e fortë dhe fëmia juaj po lufton po ashtu, më tha ai me një zë të qetë, por të fuqishëm. Pas orësh të gjatë pritje dhe sakrifice, erdhi momenti i pabesueshëm. Foshnja e vogël filloi të qaj. Ishte një tingull që më mbushi shpirtin me një gëzim të papërshkrueshëm. Lotët e lumturisë rridhnin papushim nga sytë e mi, ndërsa e mbaja për herë të parë në krah. Ishte e vogël, e brisht, por e gjallë dhe e mrekullueshme, një mrekulli e vërtetë e jetës. Familja ime që po prisni jashtë u futën në dhomë sa po mësuan lajmin. Shumë lot dhe përqafime u ndan, dhe një ndjenjë e pazakontë uniteti mbushi çdo qoshe të dhomës. Ata nuk mund ta besonin se kjo mrekulli kishte ndodhur në moshën time të avancuar, dera. Alti më shikoi me një buzëqeshje të qetë dhe tha: "Kjo është përpjekja juaj, por gjithashtu një mrekulli e mundur fal besimit dhe durimit tuaj. Ju e meritoni këtë moment." Ishte një fjali që do të mbetet gjithmonë në kujtesën time. Ditët pas lindjes ishin po aq emocionuese sa edhe momenti i parë. Të kujdesesha për foshnjën time, të ndjeja çdo ndryshim të vogël, çdo rrahje të zemrës, çdo buzëqeshje të pafajshme. Më jepte një forcë që nuk e kisha ndjer kurrë më parë. Trupi im, edhe pse i plakur, po tregonte një fuqinë të jashtëzakonshme dhe një shpresë të pakufishme. Kjo përvojë më mësoi diçka që nuk do ta harroj kurrë. Mrekullit ndodhin kur beson dhe kur nuk dorëzohesh. Nuk ka moshë për të shpresuar, për të luftuar dhe për të dashur. Çdo sakrificë, çdo frikë, çdo moment i vështirë kishte çuar në këtë çast të mrekullueshëm. Dhe ndërsa shikoja foshnjën time, kuptova se jeta mund të befasojë në mënyra që ne kurrë nuk i imagjinojmë. Në fund, ajo që mbeti më shumë se gjithçka tjetër ishte mirënjohja. Për jetën, për shëndetin, për mjekun që bëri mrekullinë dhe për familjen që qëndroi pranë meje në çdo moment. Ishte një histori e pabesueshme, një dëshmi se shpresa dhe besimi janë më të fuqishme se çdo sfidë. Pas lindjes, fillova të kuptoja se jeta ime kishte ndryshuar përgjithmonë. Foshnja ime ishte e vogël, por kërkonte vëmendje të vazhdueshme. Çdo gjumë i ndërprer, çdo qajtje e vogël, çdo shenjë lodhjeje, më kujtonte se të qenit nën nuk ka moshë. Trupi im, megjithse i lodhur, filloi të rimëkëmbet dhe të mësohej me ritmin e ri të jetës. Familja ime ishte e përfshirë në mënyrë të jashtëzakonshme. Fëmijët e mi të rritur shpesh më ndihmonin në kujdesin e foshnjës, duke treguar dashuri dhe respekt për këtë mrekulli që kishte ndodhur në familjen tonë. Por gjithashtu, isha e vetëdijshme se moshat e mia nuk më lejonin të isha gjithmonë aktive. Kështu që çdo ndihmë ishte e nevojshme dhe e mirëpritur. Një nga sfidat më të mëdha ishte të përballesha me paragjykimet e njerëzve të jashtëm. Shumë nuk mund të besonin se një grua në moshën time mund të lindte një fëmijë. Ndonjëherë ndjeja sy të vëmendshëm dhe fjalë të pashprehura që më bënin të ndihesha e ndryshme. Por unë kisha një mësim të madh. Ajo që është më e rëndësishme nuk është mendimi i të tjerëve, por fuqia e brendshme dhe dashuria që ndjej për fëmijën tim. Ndërkohë, Alti mbeti pranë meje edhe pas lindjes, duke ndihmuar me këshilla për shëndetin tim dhe të foshnjës. Ishte një lidhje besimi që shkonte përtej thjesht mjekësisë. Ai ishte dëshmi se përkushtimi dhe përkujdesi mund të krijojnë mrekulli. Çdo ditë sjell sfida të reja. Foshnja po rritej, por kërkonte përkujdesje të vazhdueshme. Unë ndihesha e lodhur fizikisht, por çdo buzëqeshje e vogël, çdo tingull i qetë i foshnjës më jepte forcë të madhe. Ishte një cikël pafundësisht i bukur. Dhimbje, lodhje, por edhe gëzim dhe dashuri të papërshkrueshme. Me kalimin e muajve, foshnja ime filloi të rritej e shëndetshme, dhe unë fillova të kuptoja thellësinë e asaj që kishte ndodhur. Kjo nuk ishte thjesht një lindje.
Ishte një dëshmi e fuqisë së jetës, e besimit dhe mrekullive që mund të ndodhin kur nuk dorëzohesh. Familja ime ishte transformuar. Lidhjet mes gjeneratave u forcuan dhe çdo moment i kaluar me foshnjën më kujtonte se çdo sakrificë kishte një kuptim. Ishte gjithashtu një mësim për të gjithë ne. Të mos humbim shpresën, të mos kufizohemi nga mosha apo paragjykimet dhe të besojmë në fuqinë e jetës. Unë fillova të shkruaj eksperiencën time, për të ndarë historinë e një mrekullie që sfidoi të gjitha pritshmëritë. Shpresa, dashuria dhe besimi ishin elementet që më kishin sjellë deri këtu. Dhe ndërsa shikoja foshnjën time duke qeshur ose duke ecur për herë të parë, ndjeja një emocion që nuk mund të matet me fjalë. Kjo histori është gjithashtu një nxitje për gratë e moshuara dhe për të gjithë ata që ndihen të pafuqishëm përballë sfidave të jetës. Mrekullitë ndodhin kur nuk dorëzohesh, kur beson dhe kur ke pranë njerëz të përkushtuar që të mbështesin. Dëra Altin ishte jo vetëm mjeku që bëri të mundur këtë, por edhe simboli i shpresës dhe guximit. Në fund jetës time ishte dhe një kapitull i ri, plot dashuri dhe gëzim, një kapitull që do të mbahet mend përgjithmonë si dëshmi e një mrekullie të jashtëzakonshme. Çdo frym, çdo buzëqeshje e foshnjës, çdo ditë e re, ishte një kujtesë se asnjë ëndër nuk është e pamundur.